Me emrin Allahut, mëshiruesit, mëshirbërësit. Të nderuar vëllezër dhe motra, sot do të flasim për një smundje shumë të rrezikshme, e cila mbetet e fshehur në zemrat tona. Ajo smundje është zilia. Esenca nuk është që ne të bëjmë vepra të mira. Në njëjtën kohë, përveç që duhet të bëjmë vepra të mira, ne duhet t'i ruajmë ato që të mos i asgjësojmë me veprimet të cilat i shkatërrojnë veprimet të cilat ne i bëjmë. Sot është e lehtë të ndërtosh një shtëpi sepse ka shumë plane, por a kemi plane për familjen tonë? A kemi plane për të edukuar fëmijët tanë? A kemi plane për të ardhmen dhe ardhmërinë e rinisë sonë? Ne shohim sot se rinia jonë po ballafaqohet me sfida të shumta, me drogë, me bizhoz, me alkool, me marrëdhënie jashtëmartësore, të cilat po shkatërrojnë më të madhe shoqërinë tonë. Dhe natyrisht kjo është një prej veprimeve të cilat bazën e tyre e kanë tek sëmundjet e shumta, e në mesin e tyre është edhe smundja që quhet zili. Allahu i madhëruar në Kur'an thot: nëse u vjen ndonjë e mirë, ata brengosen, dhe nëse ju gjen ndonjë e keqe, ata gëzohen. Në fakt, nëse ju i ruani mëkateve dhe dinakritë e tyre nuk kanë se çfarë t'ju bëjnë, sepse Allahu është i vetëdijshëm për çdo veprim të tyre. Zilia është një diçka që ti nuk e duron një të mirë tek vëllau yt. Në fakt, ti dëshiron që të aheqish atyre ato të mira që i kanë. Pejgamberi alayhis salam ka thënë: zilia i shkatërron të mirat ashtu siç zjarri i shkatërron drunt. Ajo nuk është një ndjenjë, ajo është një helm që ekziston në mesin tënd, në brendësinë tënde, dhe shkatërron çdo gjë që ti ke bërë nga të mirat e tua të kësaj bote. Zilia lind nga urrejtja, nga mendjemallësia, nga frika se mos humbësh vendin tënd të punës, dhe dëshiron që të gjitha këto t'i kesh vetëm për vete. Por kujdes, ai person që ti ke zili nuk mund ta dëmtosh asnjë gjë. Ai nuk ka njohuri se ti je duke xhelozuar. Prandaj ju nuk i bëni dëm askujt përderisa e xhelozoni. Dëm i bëni vetëm vetes tuaj. Pejgamberi alayhis salam ka thënë: mos e keni zili njëri tjetrin, mos e urreni njëri tjetrin, mos shkëputni lidhjet me njëri tjetrin, por jeni vëllezër dhe robër të Zotit. Të dashur vëllezër dhe motra, nuk është problem që të xhelozosh nëse ti kërkon të mirat nga Zoti ashtu siç i ka dikush tjetër, dhe kjo në Islam quhet gibta. Pra quhet një veprim i cili ke parë të tjerë dhe të njëjtat gjë i kërkon edhe për veten tënde. Prandaj kjo nuk është ndaluar, por është e mirë që të bësh lutje që ashtu siç Zoti i ka dhënë të mira një personi tjetër, të lutesh që Zoti t'i japë edhe ty ato të mira, pa bërë lutje që ta urresh atë i cili ka gjithë ato bekime nga Zoti. Zilia është arma më e fortë e djallit mallkuar. Ai mundohet që nëpërmjet kësaj smundje, e cila ka ardhur tek ne nga popujt e mëparshëm, ashtu siç na tregon edhe vet Kur'ani, po na tregon edhe pejgamberi alayhis salam. Pejgamberi alayhis salam ka thënë: në mesin tuaj është futur një smundje, zilia dhe urrejtja, që ka ardhur nga popujt e mëparshëm, dhe urrejtja është si një lloj brisku i cili nuk ruan kokën, por ruan besimin. Në Kur'an përmenden shumë shembuj të cilët tregojnë për xhelozinë dhe zilinë që kanë pasur shoqëritë e mëparshme. Në fillim përmendet rasti i bijve të Ademit alayhis salam, i cili ky tregim tregon për rastin e qurbaneve që i ofruan tek Zoti, njëri t'ia pranoi Zoti dhe tjetrit jo. Atë që Zoti ja pranoi ishte Habili dhe vëllau i tij tjetër Kabili, për shkak të mospranimit të qurbanit të tij tek Zoti dhe për shkak të urrejtjes
dhe për shkak të zilisë që kishte ndaj vllaut të tij, bëri krimin më të madh, pra mbyti vllaun e tij. Një histori e tillë përmendet edhe në surën Yusuf. Yusufi a.s. ishte prej pejgamberëve të Zotit, por ishte biri i pejgamberit Jakubit a.s., i cili kishte shumë fëmijë, por fëmijët e tjerë filluan të xhelozojnë dhe të kishin zili për bukurinë e tij dhe për sjelljen e tij dhe për përgatitjen që kishte ai si njeri. Dhe arritën deri në atë moment sa që vendosën që ta mbysnin vllaun e tyre. Por për fat të mirë, ata nuk e bën një gjë të tillë, por e hodhën në pus. Dhe Zoti e ngriti Jusufin a.s. aq lart sa që këtë gabim që bën vëllezërit e vet u afali dhe u tha shkoni dhe jeni të lirë. Pra këto veprime të cilat burojnë nga zilia e njerëzve janë të dëmshme sa që vijnë deri tek mëkati më i madh të mbys njeriu. Zakaria a.s. ka thënë, Allahu xhaleshanu ka thënë, xhelozi është armik i mirësive të mia, i hidhruar me përcaktimin tim dhe i pakënaqur me ndarjen time mes robëve. Pra, nëse je xheloz, ti në fakt ke xhelozuar të mirat që Zoti u ka dhënë të tjerëve. E ke ngarkuar shpirtin tënd, e ke dëmtuar shpirtin tënd për shkak të xhelozisë tënde. Prandaj, ke kujdes dhe largoju nga xhelozia. Por çfarë të bëjmë në këtë rast nëse kemi një smundje të tillë? Që ta heqim nga vetvetja jonë, ne duhet të bëjmë lutje për atë që e xhelozojmë, në mënyrë që të jemi më të butë karshi tjetrit. Dhe vetë Allahu në Kur'an na ka mësuar që të bëjmë atë lutjen madhështore, me të cilën tregohet se besimtarët, të cilët i besuan Allahun në fillim, bënin lutje për besimtarët e kaluar duke thënë: Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladhina amanu Rabbana innaka raufur rahim. O Zot, na fal neve dhe ata të cilët besuan para neve, sepse këta njerëz bënin lutje për ta, që të mos ketë në zemrat e tyre asnjë lloj zilie, asnjë lloj urrëtie, dhe bënin lutje që Allahu t'i falte edhe ata edhe veten e tyre. Zilia është një ndjenjë e fshehur, e cila buron nga arroganca, që buron nga veprimet e liga të njerëzve. Ka shumë njerëz të cilët sot e xhelozojnë njëri tjetrin. Por cila është arsyeja? Ne dimë se shumë njerëzve Allahu ka dhënë dituri më shumë se tjerëve, u ka dhënë bukuri më shumë se tjerëve, u ka dhënë pasuri, u ka dhënë një zë më të bukur se tjerë dhe i ka dalluar. Por problematika qëndron se këta njerëz arrin deri në atë pikë sa që për shkak të këtyre mirësive që Zoti u kishte dhuruar, kishin filluar të bëheshin mendimdhej dhe trajtimi i tyre e tërhiqte xhelozinë dhe zilinë karshi tjerëve. Prandaj ata që kanë famë, ata që kanë pasuri, ata që kanë poste, ata që kanë bukuri, duhet të kenë kujdes dhe dinë se të gjitha këto janë mirësi të ardhur nga Zoti, janë një sprovë për ata. Dhe nëse ata e kishpërdorin me sjelljet e tyre, duhet të dinë se dalin karshi mirësive të Zotit, duke u bërë mendimdhej dhe duke thënë se gjitha këto i kemi nga vetja jonë. Kështu thoshte Karuni, i cili kishte pasuri shumë të madhe, kur të tjerët i thonin që mos u mburr, atëherë ai thoshte këto i kam nga vetja ime. Por të njëjtën gjë nuk e thoshte Sulejmani a.s., të cilën Allahu xhaleshanu ja kishte dhuruar gjithat pushtet, por thoshte këtë e kam nga Zoti, këtë ma ka dhënë Zoti im. Prandaj, të gjithë ata të cilët i kanë këto begati që u ka dhënë Zoti fuqiplot, duhet të kenë kujdes që të mos tërheqin ndaj të tjerëve, mos respektin xhelozinë dhe zilinë, sepse bie ndesh me mirësinë e Zotit dhe ata që kishpërdorin mirësinë e Zotit mund ta humbin një ditë atë. Dhe për shkak të karakterit të ulët të tyre, një ditë mbesin pa respekt. Në fund, e lutim Allahun xhaleshanhu që të na pastrojë zemrat tona
nga xhelozia, nga smira, nga urrëtia, nga veprimet e këqija dhe ne i mbush ato me dashuri, me respekt dhe me mirëkuptim për të tjerët. Të nderuar vëllezër dhe motra, ju ftoj që të abonoheni edhe më tutje në kanalin ton, në mënyrë që të kemi video edhe më shumë të jemi bashkë me ju. Deri në takimin ton të radhës, miru takofshim, paqja dhe bekimet e Zotit qofshin me ju.